fillimin e vjeshtës së vitit 1995, agentët e shërbimit sekret shqiptar e kishin intensifikuar gjurmimin dhe survejimin ndaj Remzi Hoxhës, i cili tani nuk ishte thjesht një grumbullues fondesh për lëvizjen guerrile të shqiptarëve në Kosovë. Rritja e aktivitetit të Remziut e kishte ekspozuar atë jo vetëm ndaj shërbimeve të huaja, UDB-s serbe dhe shërbimit maqedonas, por edhe nga agentët e shikut të Gazidedes. Nga informacionet e siguruara më vonë, rezulton se shërbimet serbe, në pamundësi për ta goditur vetë Remzi Hoxhën, infiltruan në territorin e Shqipërisë një shqiptar nga Kosova. Armando Ditermedzer, identiteti i vërtetit të cilit ishte Avdy Loshaj, nga fshati Carabregi Deçanit në Kosovë, hyri në territorin e Shqipërisë, si një arratisur nga burgu famkeq i Suboticës. Ai pretendonte se ishte arrestuar dhe torturuar nga policia dhe shërbimet sekrete serbe qysh në vitin 1992. Por kur, ku dhe pse u arrestua nga trupat serbe dhe si shpëtoi nga burgu i Suboticës Losha, nuk është vërtetuar kurrë. Losha u shtrua në spitalin Nën Tereza të Tiranës për të marrë mjekimin nga torturat e mëdha që ai pretendonte se ishin bërë në Serbi. Nuk dihet në çfarë rrethanësh, por një person tjetër nga Gjakova, pronari një kebabtoreje në Tiranë, ia shtirte informacion në veshë Remzi Hoxhës, duke i thënë se një kosovar i burgosur në burgun e Suboticës është arratisur dhe ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e Tiranës. Sapo merr vesh këtë fakt, Remzi Hoxha shkon dhe interesohet në spital për Loshajn, i ofron ndihmë në para dhe interesohet për shëndetin e tij. Disa vite më pas, Loshaj deklaroi se Remziun e kishte takuar në mesin e qershorit të vitit 1995. Remziu e kishte ndihmuar dhe pasi kishte dalë nga spitali, kishin ndarkuar një herë së bashku. Në të vërtetë qëllimi i Loshajt ishte krejt tjetër. Pasi disa javë më vonë, ai është shfaqur në Ksamil të Sarandës për të takuar kreun lokal të Partisë Socialiste, Ziso Kristopoli. Por këtij të fundit Loshajt i është paraqitur krejt ndryshe, duke i thënë se quhej Armand Ditermedzer, fotoreporter me komësi shqiptare dhe në shtetësi austriake, i cili kishte përcjell për mediat botërore ngjarjet e përgjithshme të konfliktit serbo-kroat në vitin 1992. Por të dhënat e mëvonshme dëshmuan të kundërtën. Avdy Loshaj rezultoi një agent i shërbimit sekret serb, infiltruar në Shqipëri. Shiku i Gazidedes pretendonte se kishte zbërthyer Loshajn, madje kishte përdorur atë në disa misione të rëndësishme në Shqipëri dhe Maqedoni. Por në të vërtetë, përpara se Shiku i Gazidedes të zbërthente Loshajn, atë e kishte zbërthyer UDB-ja serbe, e cila e kishte përdorur për disa misione të saj në Kosovë, Maqedoni dhe në fund në Shqipëri, duke patur si objektiv dekonspirimin dhe goditjen lëvizjes guerrile që po organizohej në Kosovë. Ngjarjet e mëvonshme treguan se UDB kishte gjetur njeriu e dur për të realizuar atë që nuk mundi ta bënte në Kosovë në fillimin e viteve 90, duke arrestuar gati gjithë drejtuesit dhe aktivistët kryesor të frontit të rezistencës, por jo Remzi Hoxhën. Loshaj, duke punuar si një agent i dyfisht, shërbeu për të eliminuar me duart e shikut të Gazidedes, një nga eksponentët kryesor të frontit të rezistencës, Remzi Hoxhën, dhe bazën e rëndësishme të guerrileve shqiptar që ai kishte krijuar në Shqipëri. Eliminimi fizik i Remzi Hoxhës dhe më pas përbaltja e tij si agent i shërbimit sekret serb ishte pikërisht misioni i përfunduar me sukses i agentit të dyfisht të UDB serbe dhe shikut Armando Ditermedzer. Siç ka ndodhur në ditën e parë kjo befasi, kjo lloj mënyre e rrëmbimit nga vendi i punës, akoma sot e njëjta ndjenjë për neve qëndron derisa neve kemi informacion dhe argumente se vllau është marrë nga organet kompetente zyrtare të shikut, shërbimi informativ kombëtar, dhe jemi akoma në ankth e pritjes se kjo çështje pengohet të zgjidhet. Apo më konkret, pengohet që eshrat e vllaut neve t'i gjejmë dhe t'a kryejmë obligimin familjar. Këtu mungon vullneti politik për shkak se strukturat më të larta shtetërore të Shqipërisë, të cilat janë sot, kanë qenë udhëheqëse të shtetit shqiptar në vitin 1995, saktësisht në 21 tetor të vitit 1995, kur është marrur zoti Remzi Hoxha nga strukturat shtetërore. Ky nuk është marrë nga paramilitar apo nga ndonjë grup banditësh apo kriminalësh. Ky është marrë nga strukturat udhëheqëse të një shtetit, nga strukturat e sigurisë. Me siguri që derisa
faktorët kyç në politikën e Shqipërisë t'jenë këta persona të cilët në mënyrë direkte janë të involvuar në zhdukjen e Remzi Hoxhës, ky rast do të mbetet në këtë gjendje. Për rrëmbimin e Remzi Hoxhës, po e theksoj dhe ritheksoj, për rrëmbimin e tij janë ngritur shumë versione dhe të gjitha këto i kemi studiuar me shumë kujdes për gjurmët dhe punën e tij. Kujdes të veçantë i kemi kushtuar rrëmbimit e tij, por ne më e mundshmja është se UDB-ja duke ditur dhe duke pasur parasysh aktivitetin dhe mundësinë financiare të Remziut, ka përdorur alibin nga më të ndryshme për ta likuiduar Remziun. Ne kemi patur dieni e janë të njohura të gjitha ato që janë thënë dhe deri tani dhe janë shkruar, por asgjë nuk është e vërtetë. E vetmja e vërtetë është se Remzi Hoxha ka punuar e ka kontribuar jashtëzakonisht për çështjen kombëtare dhe me aktivitetin e tij ka mund shumë lehtë të binte në sy për okupatorin dhe anëmiqët e ta. Detyra e Remzi Hoxhës nuk ishte të filmonte, siç thuhet, takimin Gazideda Arkan, as të merrej me takimin Milošević Gligorov Berisha. Dhe nëse kanë konstatuar një gjë të tillë, do të ketë qenë krejtësisht e rastësishme. E them me bindje se Remziu dhe askush nga FRSH nuk ishte nevojë të financonte atentatin ndaj Kiro Gligorovit. Këto i ngarkohen Remzi Hoxhës për të justifikuar rrëmbimin dhe zhdukjen e tij. Ai që ka pak ndërgjegje e gjak shqiptari, le të tregoj të paktën se ku ndodhen eshtrat e këtij dëshmori të lirisë. Qysh prej qershorit të vitit 1995, agjentët e Shikut nisën të mbanin në vëzhgim Remzi Hoxhën, gjë të cilën e konfirmon jo vetëm dëshmia e Armand Loshajt, disa vite më vonë nga Hollanda, por edhe deklarimet që ish inspektori i Shikut Anibal Basha i dorëzoi në zyrat e Shërbimit Informativ Kombëtar në mars të vitit 1998. Por Anibal Basha, kur u thirr në 12 mars 1998 në zyrat e Shikut, nuk pranoi të firmoste deklarimet që ai vetë kishte dorëzuar. Ishe prorët e Bashës i kishin pastruar mirë gjurmët në arkivat e Shikut para se të largoheshin nga vendi gjatë trazirave të marsit të vitit 1997. Për rastin Hoxha nuk është gjetur asnjë gjurmë, asnjë copë letër në arkivat e Shikut. Duke u nisur nga ky fakt, Anibal Basha u tremb se nëse merrej vesh që kishte dorëzuar një informacion të tillë, mund të pësonte të njëjtin fat si Remzi Hoxha. Kam takuar nga të cilët dyshohet se është marrë me çështjen e Remziut para se të arrestohet. I vetmi njeri ka qenë takimi im zyrtar mes punonjësve të Shërbimit Informativ në vitin 98. Ai ka qenë një oficer i Shërbimit Operativ, quhej Anibal Basha, për cilin unë e kam vizituar në shtëpinë e tij. Pastaj kemi vazhduar edhe takimet me dëshirën e tij që takimet t'i vazhdojmë në Maqedoni. Pavarësisht se nuk ishte implikuar direkt në rrëmbimin, torturimin dhe më pas zhdukjen e Remzi Hoxhës, Anibal Basha kishte qenë inspektor i Shikut që kishte mbajtur në vëzhgim lëvizjet e tij përpara se të ndodhte ngjarja e 21 tetorit 1995. Në raportin sekret me numër protokolli 2294 të datës 31 korrik 2002, që i shefi i Shikut Fatos Klosi ja dërgonte avokatit të popullit Ermir Dobiani, thuhet se zanafilla e ngjarjes ka qenë personazhi Armando Loshaj Dieter Metzer, që pretendohet se është zbërthyer nga Shiku i Gazidedes edhe se këto deklarime ju dorëzuan nga ish inspektori Anibal Basha. Për të cilin ai më dha informacione se ka qenë me detyrë për përgjimin e lëvizjeve të Remziut. Këtë më ka thonë vetë, unë jam mirënjohës dhe më tepër prej tij nuk kemi nxjerrë në informacion derisa ai deklarohet se
nuk ka pas një detyrë konkrete për të marrë me Remzin, po thjesht vetëm përgjimin e lëvizjeve se ku lëviz, me kë ullet, me kë kontakton, dhe këto informacione i ka shumë në bazë të shërbimit, si detyrë që ka pas. Ish drejtuesit e lartë të Shikut të përfshirë në zhdukjen e Remzi Hoxhës u larguan nga Shqipëria me njerëse apo ndjenjë rrezikun se mund të viheshin në bangën e të akuzuarve. Ata përdorën të gjitha lidhjet, legale dhe ilegale, për të përfituar pasaporta shërbimi apo dokumenta me identitete të rem, në mënyrë që të largoheshin dhe të humbisnin gjurmët. Ish inspektori Anibal Basha nuk u vlerësua se kishte kaq rëndësi për zbulimin e çështjes nga e prorët e tij, kështu që jo vetëm ngeli pa punë, por nuk mund të largohej edhe nga Shqipëria. Në këto rrethana ai u drejtua direkt familjarëve të Remzi Hoxhës, edhe pse për asnjë moment nuk e fsheu frikën e tij. Anibal Basha gjithmonë ka pas një rezervë të shprehjes, që do të thotë në vitin 98 ai nuk ishte në marrëdhënie punës, do të thotë ishte i larguar nga shërbimi informativ, nuk e di se si ka ndodhur ajo. Gjithnjës siç ndodh kur ndrohen edhe qeveri, ndrohen edhe strukturat edhe gjithë punonjësit dhe kudo që janë. Edhe kishte një frikë nga ajo se mund të ndodhë një e padrejtë. Ajo frika e tij ishte reale, komplet, e kuptoj se aty gjërat ndodhen mrena natës, dhe ajo frikë që e shprehte me vetë faktin se nuk do deshke të takohemi dhe të bisedojmë në Shqipëri. E kuptova se ai rrezikohet nga kush prapë nuk e di, dhe takimet i kemi realizuar në Maqedoni, 2 herë jemi takuar në Tibër, për cilin nuk kemi vazhdu kontaktet më tutje, derisa nuk kishmi asgjë të përbashkët, domethënë se nxjerrim apo bëjmë një veprim më tutje. Për të mësuar fatin e Remziut, familjarët dhe miqtë e tij nisën të kryejnë të gjitha lëvizjet e mundshme, por gjithandej po hasnin në dyert të mbyllura dhe në institucione që jo vetëm nuk i ndihmonin, por mundoheshin t'i pengonin. Pavarësisht faktit se Remziu kishte patur shumë njohje mes politikanëve shqiptar, duke përfshirë deri dhe ish kryetarin e parlamentit Pjetër Arbnori, askush nuk guxonte të fliste për zhdukjen e tij. Shkresa e kryetarit kuvendit ish të ndjerit Pjetër Arbnorit thotë se vllau juaj nuk është arrestuar nga organet shtetërore dhe informacionet tona që janë dhënë në gazetat në shtyp nuk kanë vërtetësi, për cilën sot vetë jemi dëshmitar se vllau jon pikërisht ka ndodhur ajo që është e kundërta e thënies të ndjerit Pjetër Arbnorit. Po ja tani sot është e vërteta në fush, janë të deklaruar punonjësit e Shikut se ata kanë pas urdhër për ta arrestuar dhe më në fund neve jemi në shpresa, në pritje që një ditë të gjejmë varrin e Remziut dhe të mbarojmë me procedurën dhe dëshirën tonë të fundit familjare, ndaj se eshtrat nuk mund t'i lëmë në një grop për të cilën dikush, jo dikush, kam bindje se dihen dhe nuk mirët asnjë mas për t'i zbuluar. Të gjitha kontaktet e familjarëve të Remzi Hoxhës me drejtuesit e policisë, prokurorisë dhe ministrisë së brendshme të çonin drejt një adrese, shërbimit informativ kombëtar, që drejtohej nga Bashkim Gazitete. Por as Gazitete dhe as ndonjë prej varësve të tij nuk pranonin të takoheshin me familjarët e Remzi Hoxhës. Përkundrazi e kundërshtonin në mënyrë kategorike faktin se Remzi Hoxha ishte rrëmbyer apo arrestuar nga punonjësit e tyre. Qëndrimi antiligjor i drejtuesve të Shikut të Gazitetes jo vetëm për të penguar hetimin e çështjes, por deri te manipulimi dhe zhdukja e provave, dëshmohet zyrtarisht edhe nga raporti sekret i shefit të shërbimit informativ kombëtar Fatos Klosi i datës 31 korrik 2002. Nga organet e ndryshme të shtetit asaj kohe për këtë ngjarje është mbajtur heshtje plot, me gjithë interesimet e vazhdueshme të familjarëve të viktimës.
Veçojmë këtu shkresën me numër protokolli 3755 të datës 9 maj 1996, ku zoti Bashkim Gazidede i kthen përgjigje prokurorisë së përgjithshme se targa e Tiranës 2449C e përdorur nga një prej autoveturave që rrëmbyen Remzi Hoxhën nuk është marrë dhe nuk është përdorur nga Shiku. Por shkresa me numër protokolli 3755 me firmën e Gazidedes që bllokoi hetimet e mëtejshme të prokurorisë në vitin 1996 rezulton të jetë një mashtrim dhe një shpërdorim i pastër detyre për të mbuluar një krim të rënd me pasojë vdekjen. Kjo përpjekje e Gazidedes për të fshehur autorsinë e këtij krimi shtetëror dhe e penguar hetimet konfirmohet nga raporti sekret i 31 korriku 2002 i hartuar nga pasardhësi i tij Fatos Klosi. Aty thuhet, nga verifikimet e bëra rezulton se një ndër automjetet që është përdorur në këtë ngjarje me targa Tirana 2449C i takon të Shikut, dhe se kjo targë është tërhequr nga shefi i prapavijës të drejtorisë së Shikut Tiranë, Nureddin Dervishi, për nevoja operative në datën 20 mars 1995. Më pas i është dorëzuar ish drejtorit të Shikut të Tiranës Mehmet Haxholli. Takimi i parë ishte me Ministrin e Punëve të Brendshme atë kohë, Agromu Soraj. Kam pas takim në Prokurorinë e Përgjithshme, jo me prokurorin, por me Zavencin, Fatos Dervishin. Pastaj kemi pas me Prokurorinë e Rrethit Tiranës me Adnan Xhelirin. Dhe sa mbaj mend, shumë pak zyrtarë na morën në takime drejt për drejt. Megjithatë, informacionet që morëm nga këto takimet ishin ato se rruga apo rrugdalja e problemit tonë të vetëm mund të adresohet në organet e Shikut. Këtë na u tha edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme nga Agromu Soraj. Po njëkohësisht edhe Zavenc, prokurori i përgjithshëm, në prezencë të hetuesit, zoti Fatos Dervishi kishte hetues Haxhi Gion, sa mbaj mend, dhe në prezencën e avokatit që kishte atë kohë, na u tha direkt se neve jemi të pamundshëm, nxjerrim informata nga shërbimi informativ se kështu qëndron puna, jemi të pamundshëm. Dhe këto informacione na bën me dije se neve nëse nuk mund të arrijmë rezultat mes prokurorisë atë çka duhet bërë? Duhet bërë atë që është e pamundshme. Mirëshim me çdo lloj kategori njerëzish të cilët premtonin se do të na ndihmojnë. E shoqja e Remzi Hoxhës Sevdia nuk nguroi të realizonte edhe një takim me zonjën e parë të vendit Liri Berisha, bashkëshorten e presidentit të Shqipërisë Sali Berisha. Gjatë këtij takimi ajo mori premtimin se zonja e parë e vendit do të interesohej për ngjarjen dhe se shumë shpejt i shoqi do të kthehej në shtëpi. Pasi që ndodhi rasti, jemi drejtuar në presidencë, gjithsesi e Sali Berisha, 6 herë brenda 10 ditëve. Dhe të gjitha këta përpjekje ai na përgjigjet që të orientohemi në prokurori dhe në Shqip. Përveç kërkesave zyrtare, kemi bërë edhe tentativa që të kemi në një takim fizik. Përmes miqve kemi takuar, gjithsesi shoqja e Remziut Sevdia është takuar me bashkëshorten e presidentit, zonjën Lirie. Dhe në atë takim, ajo me atë mundësin që ka pas dhe me dëshirë kinë se t'i ndihmon, ka premtuar që çdo gjë që do të jetë e mundur, do t'a bën mirë, por nuk ka pas asnjë efekt. Nuk kemi asnjë përgjigje pozitive. Zhdukja e Remzi Hoxhës u përcoll me mjaft shqetësim dhe mes aktivistëve të lëvizjes guerrile në Kosovë, të cilët e kishin padur ato jo vetëm një bashkëluftëtar, por edhe një nga grumbulluesit kryesor të fondeve, që përdoreshin më pas për të pajisur me armë rezistencën. Fati ashtu e deshi që unë të mos jem gjatë në skenën legales, punoj jashtë për shkak se u burgosa. U burgosa për 8 vite dhe tek në fund dola, domethënë pas luftës. Lajmin shumë të hidhur për shokun tim, ma vonë mikun tim,
se vërtet është zhdukur, dikun e ka marrë në burg prej një gazete javore Zëri që është tek ne, dhe vërtet ishte një lajm shumë i hidhur. Dhe unë kam kujtimet më të mira për te, si një njeri vërtet me vërtetë të larta. Unë tani edhe në këto momente të pavarësisë Kosovës, kur po tërket pavarësia ndini mungesë shumë të madhe. Dhe shumë dëshmorëve tjerë që kanë rrë për liri, po kështu ka dashur fati dhe ne tani do të festojmë duke kujtuar me respekt. Duke parë se përveç medias, askush nuk ishte interesuar për zbardhjen e zhdukjes palëngjurmë të Remzi Hoxhës, familjarët e tij të mbetur në mëshirë të fatit, nisën të hetonin dhe kërkonin privatisht. Ata interesoheshin dhe verifikonin çdo informacion që mësonin, pavarësisht kush ishte burimi. Madje në shumë raste ata disinformoheshin edhe nga zyrtarët e administratës shtetërore, për të rënë viktime mashtruesve që kërkonin të përfitonin para nga fatkeqësia e tyre. Do thot neve u detyruan të miremi me çdo informacion që vinte për punë e vllaut, dhe njerëzit zakonisht kishin informacione nga shtypi dhe paraqitjet që u bënin në adresë të vllaut, neve detyroheshim të takohemi. Një ndër ato takimet ka qenë edhe me ish sekretarën e prokuristë ushtarak. Ka marrë edhe emrin. E na premtoi se vllaun ton e mbajnë në zgafellat e skraparit. Po duheshte unë t'jap një llogari financiare, si punë avansi, dhe pastaj pas takimit të miremi vesh për llogarinë tjetër, sasinë tjetër të lekëve. Të vendosur për të zbuluar me çdo kusht dhe çdo çmim atë që i kishte ndodhur njeriu të tyre, vëllezërit e Remzi Hoxhës nuk kursyen as parat dhe as jetën. Mjaftoi informacioni i dhënë nga një zyrtare e prokurorisë ushtarake në kryeqytet që Nexhmedin Hoxha të paguante paradhënie $10.000 tek një grup personash të armatosur që pretendonin se e dinin vendin ku mbahej burgosur vëllai i tij. Nexhmedin Hoxha, edhe pse i rrezikoi seriozisht jeta nga njerëzit e kontaktit që i dha zyrtarja e prokurorisë ushtarake, shkoi si peng me sy mbyllur në malet e skraparit. Dhe takimi ynë në skrapar as që ishte paramenduar të realizohet, po thjesht ishte vetëm dëmtim financiar drejt për drejt, dhe ato lekë u morën. Nuk u realizua takimi, unë vajta në skrapar, nuk më lanë që të kem asnjë pamje që mos ta di se ku jem fare, dhe më në fund dolin se ata e kishin realizuar projektin e tyre që morën lek, dhe pasaj duhesh unë që të zhdukem, që mos të takoj njëri madhi. Pasi i dështojnë në këtë tentativë, familja Hoxha nuk hoqi dorë nga kërkimet, edhe pse u informua se këto veprime po bëheshin qëllimisht për të sorollatur që të hiqte dorë nga gjetja e Remziut. Këtë radhë, një informacion i dytë solli lajmin se Remziu ndodhej izoluar në spitalin e të sëmurëve mendor në Vlorë, pasi kishte mbetur me pasoja të rënda pas torturave në qelitë e Shikut. Kështu lojna të ngjashme shumë kemi pas edhe me informacionin të rreshëm tjetër se vllau jon ka mbaruar në spitalin e të degraduarve në Vlorë, për të cilin harxhuam lek Hoxha derisa u futëm brenda, se gjëja vllau jon bëhet në paviljonin e të dënuarve dhe nuk ka mos i të takohen. Po me lek gjithçka ishte e mundshme. Përfundimisht
unë personalisht vizitova spitalin, po e mirja dole se vllau jonë nuk ishte as në spital, as që i ka qenë i degraduar, dhe thjesht këto informata, këto projekte u bënen që neve të dëmtohemi finansisht dhe dikush të përfiton nga rasti ynë tragjik. Ndërsa vëllezërit e Remziut po i binin kryqe tërthor Shqipërisë, një tjetër informacion për vendodhjen e tij u erdhi nga Lezhë. Të radhë thuaj se Remzi Hoxha jo vetëm që ishte gjallë, por mbahej izoluar në qelitë e burgut të Shënkollit në Lezhë. Nexhmedin Hoxha nuk e la pa verifikuar as këtë rast, pavarësisht se i duhej të paguante ryshfet për të kontaktuar personalisht me të burgosurin që pretendoi se ishte vëllai i tij. Gjoja se aty ekziston një Remzi Hoxha i cili mbahet i dënuar me 25 vjet burg për vrasjesh, nuk e di çfarë. Unë e kam takuar këtë njeri, po prap doli se personi kishte emrin Remzi Hoxha, po nuk kishte të bëje me vllaun tonë, dhe thjesht bindja ime e fundit ishte prap se dikush shfrytëzon rastin tonë dhe mundohet që përfiton nga ky rast. Kuptoni se neve ishmi të detyruar që çdo lloj informate që vinte, jo vetëm nga zyrtarët, po më tepër nga këto që njerëzit mundoheshin në kuptimin në thojse se do të na ndihmonin, po asnjëherë nuk doli se kanë informacione të sakta se me vërtet çka ka ndodhur. Kërkimet më të mëdha që kanë zgjatur me ditë dhe javë të tëra, familjarët e Remzi Hoxhës i kanë bërë në zonën e Kënetës së Vajinit, ku ndodhet baza sekrete e Shikut. Duke shfrytzuar të gjitha njohjet e tyre si në institucionet shtetërore, ashtu edhe nga ata qytetarë të ndryshëm, vëllezërit e Remziut mësuan se për herë të fundit, vllai i tyre ishte pari gjallë në bazën sekrete të Shikut në Vajin të Lezhës. Ky informacion konfirmohet zyrtarisht edhe nga raporti i klasifikuar sekret shtetëror i Shërbimit Informativ Kombëtar me numër protokolli 2294 i datës 31 korrik 2002. Në këtë raport thuhet qartë se viktima rezulton të jetë çuar në një bazë sekrete në Vajin të Lezhës, ku është trajtuar barbarisht edhe nga torturat ka vdekur. Me gjithë kërkimet intensive dhe të shtrira në kohë, nuk është bërë mundur gjetja e vendit ku është varrosur. Periudhën derisa ishte shefi i Shikut, Fatos Klasi, neve na u mundsua që të vëmë në Lezhë, në Vajin të Lezhës, ku patëm informacione se Remziu mund të kesh të hullë në një grop. Me ndihmën e Shërbimit Informativ, punonjësit në atë kohë, arrita që ta gjejnë në vend burgimin ku ka qëndruar Remziu. Arrita të njoh edhe rojen e atij burgu sekret. Arrita që nxjerr informacion që Remziu ka qenë i kanosur që të hudhet me një grop nëse nuk do t'jep ka një llogari. Çfarë llogarie nuk e di, po megjithatë unë kam shëtit gjithë Vajinin e Lezhës, po nuk gjetëm asnjë grop apo asnjë shenjë për cilën mund të dyshohet se është futur diku në grop. Megjithatë nuk është punë e lehtë, nuk është punë private që mund të kryhet. Kjo është punë prap institucionale që duhet merr drejtësia ta çon deri në fund. Po gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të gjendet vendvarrimi apo gropa të quajmë. Duke pas parasysh se neve fatkeqësisht kemi pas edhe shumë tjera në familjen tonë, tragjedi, të cilat ndruan jetë prindrit, vroi jetë edhe vllau, më i madh se Remziu,
shtoni shpresat gjithmonë vdesin të fundit. Neve mund të ndrojmë jetë të gjithë, por fëmijët e Remziut, djemtë e Remziut, kam bindje të plotë se ato jo vetëm që do shpresojnë, por gjithmonë janë në pritje se kjo rrugë do të merr fund. Dhe eshën të babait tyre do gjinin.